Shkodra do të jetë një nga qytetet ku do të zhvillohet procesi i formimit të trajnerëve të rinj të futbollit. Federata Shqiptare e Futbollit ka hapur aplikimet për kursin UEFA C, i cili do të organizohet gjatë muajve shtator deri në nëntor 2026. Kursi synon të japë mundësi të interesuarve që duan të hedhin hapat e parë në profesionin e trajnerit, duke marrë njohuritë dhe formimin e nevojshëm sipas standardeve të UEFA-s. Programi në Shkodër do të zhvillohet në disa etapa, konkretisht më 21 deri më 23 shtator, 6 deri më 8 tetor dhe 9 deri më 12 nëntor. Pas përfundimit të procesit mësimor, pjesëmarrësit do të nënshtrohen provimit final, ndërsa kandidatët që përmbushin kërkesat e kursit do të diplomohen me licencën përkatëse. Pjesë e procesit mund të bëhen kandidatët mbi 20 vjeç, që plotësojnë kriteret e përcaktuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Të interesuar kanë afat deri më 1 shtator për të paraqitur aplikimin, ndërsa dokumentacioni mund të dorëzohet elektronikisht me postë ose pranë sekretarisë së shkollës së Federatës Shqiptare të Futbollit në kryeqytet. Organizimi i kursit UEFA C në Shkodër krijon një mundësi të re për të interesuar nga qyteti dhe zonat përreth që synojnë të angazhohen në trajnim. Formimi i trajnerëve të rinj mbetet një prej hallkave të rëndësishme për zhvillimin e futbollit, veçanërisht në punën me ekipet e moshave dhe evidentimin e talenteve të reja.